gëzuar që jemi sot e Federata Shqiptare e Futbollit për të bërë një marrëveshje bashkëpunimi, në mënyrë që kemi sporte, të cilat janë aty për të dhënë mesazhet më të mira dhe për të mos nxitur urrëtie, por për të pasur gjithmonë më të bukur nga loja e futbollit. Falenderoj shumë Federatën Shqiptare të Futbollit për disponibilitetin dhe garantojmë një bashkëpunim të vazhdueshëm me Federatën, në mënyrë që të gjithë qytetarët gëzojnë sportin dhe të jenë larg urrëties. Sot lidhem një marrëveshje midis Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi, ku kjo marrëveshje ka për qëllim realizimin e përbashkët dhe të koordinuar për respektimin, forcimin dhe avancimin e mbrojtjes së të drejtave themelore të njerëzit në lidhje me çështjet sportive dhe jo vetëm, rritjen e bashkëpunimeve për iniciativa të përbashkëta. Kjo marrëveshje synon të krijojë një qasje të koordinuar, të bazuar në edukim, masa ligjore, përfshirje komunitare dhe partneritete ndërkombëtare, për të garantuar një mjedis të sigurt dhe gjithëpërfshirës për gjithë pjesëmarrësit në fushën e futbollit. Ne duam të krijojmë një mjedis sportiv pa diskriminim dhe gjuhë urrëtie në futbollin shqiptar, duke ndërgjegjësuar, edukuar dhe ndëshkuar çdo formë sjelljeje që bie ndesh me vlerat e barazisë, respektit dhe të drejtave të njerëzit. Me Komisionerin për mbrojtjen nga diskriminimi do të bashkëpunojmë dhe marrim pjesë në hartimin e ndryshimeve ligjore të nevojshme për fushat me interes të përbashkët.